Miq të nderuar, ju përshëndes edhe një herë, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Dua të marr një moment që t'ju falenderoj për shikimin e videove të mia. Shpresoj se këtë video janë një bekim për juve. Shpresoj që jeni duke mësuar, të gjithë ne jemi duke mësuar gjëra të rëndësishme nga fjala e Perëndis. Unë personalisht mund të them se vërtet përderisa po e studioj Ungjillin e Markut më thellësisht, jam duke i mësuar disa gjëra shumë të rëndësishme nga fjala e Perëndis. Kështu që ju falenderoj edhe shpresoj që t'ju bekojnë. Sot do të shikojmë prapë Mateun, Markun, kapitulli 5. Jemi te kapitulli 5, sot do të shikojmë vargjet 35 deri 43. Nëse e shikoni këtë kapitull dhe nëse i keni ndjekur videot paraprake, ju dini se në këtë kapitull njëri nga krerët e sinagogës me emrin Jair kishte ardhur tek Jezusi dhe bie Jezusi përpara këmbëve të tij dhe i lutet që ai të shkojë dhe ta shërojë vajzën e tij 12 vjeçare që ishte e sëmur. Edhe mund ta lexoni këtë në kapitullin 5 vargjet 21 deri 23. Pastaj vargu 24 dhe që e tregon reagimin e Jezusit ndaj kësaj kërkese, thotë dhe ai Jezusi shkoi me të, një turmë e madhe e ndiqte dhe shtyhej rreth tij. Edhe siç e kemi parë, siç e kemi parë në videon e kaluar, përderisa Jezusi është duke ecur që të shkojë tek shtëpia e këtij personi për t'i shëruar vajzën, diçka tjetër ndodh në rrugës për tek shtëpia e këtij personi. Jezusi bën një mrekulli tjetër. Ai e shëron një grua që kishte probleme me derdhje gjaku prej 12 vjetësh. Edhe nëse doni të shikoni, të mësoni më shumë për të apo të dëgjoni më shumë, këtë mund të shkoni edhe të shikoni videon paraprake. Tash vargjet 35 deri 43 tek Marku kapitulli 5 na tregojnë se çka ndodh kur Jezusi arrin tek shtëpia e këtij personi, tek shtëpia e Jairit, në të cilin gjendej kjo vajza sëmur. Kështu që le të lexojmë vargjet 35 deri 43 dhe pastaj të shikojmë pak më në detaje. Marku 5, 35 deri 43 në thotë, ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë, jo te bi ka vdekur, pse e bezdis akoma mësuesin? Por Jezusi sapo dëgjoi që i tha kryetarit të sinagogës, mos ki frikë, vetëm ki besim. Dhe nuk lejoi që ta ndiqte kërkush tjetër përveç Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, vëllait të Jakobit. Dhe mbasi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rrëmujë të madhe dhe njerëz që qanin dhe u lërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre, pse bretni e qani? Vajza nuk ka vdekur, por fle. Dhe ata e përqeshën, por ai mbasi i nxori jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qenë me atë. Dhe hyri atje ku derdhej vajza. E mori, pra përdore vajzën dhe i tha, talitha kumi, që përkthyer do të thotë, vajzë, ty po të them, qohu. Dhe menjëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo ishte në fakt 12 vjeçe dhe ata u habitën me habi të madhe. Por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh. Pastaj urdhëroi që t'i japin vajzës të hajë. Ky është pasazhi që do të shikojmë sot, Marku 5, 35 deri 43. Pasi që Jezusi e shëron atë gruan me derdhje gjakut rrugës për tek shtëpia e Jairit, dhe përderisa ende ai ishte duke folur me atë grua, disa persona, siç e shohim këtu, vinë tek Jezusi, vinë tek Jairi në fakt që ishte me Jezusin, edhe ata sjellën një lajm. Edhe sipas vargut 35, shiqon edhe një herë, ndërsa Jezusi ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë, jo të bi ka vdekur, pse e bezdis akoma mesion? Do thotë, këta persona vinë edhe i thonë të atit vajzës se vajza tashmë ka vdekur. Kështu që mos e bezdis Jezusin, sepse
nuk ka nevojë që ta shëroj atë, apo nuk mund ta shëroj sepse ai tashmë ka vdekur. Edhe mund ta imagjinoni ndjenjen e këtij personi, ndjenjat e këtij personi, se si ai ndihet. Normal në këtë kohë kur nuk kishte telefona, nuk kishte mjete komunikimi siç ne i kemi sot, këta persona qëllimisht ishin dërguar për ta thirrur atin e vajzës, sepse ajo tashmë kishte vdekur. Edhe në momentin që ta thonë këtë, siç thash me siguri ati mërzitet, ndoshta edhe fillon të qan. Jezusi sapo e ndëgjon këtë, i drejtohet atij dhe i thot, vargu 36, por Jezusi sapo dëgjoi që tha, i tha kryetarit të sinagogës, mos ki frikë, vetëm ki besim. Mos ki frikë, vetëm ki besim. Ndoshta Jezusi e shikon se si ati reagon kur ata i tregojnë se vajza ka vdekur, edhe Jezusi i drejtohet atij dhe i inkurajon atë. Ky person, në fakt, Jezusi i thot ki besim, por siç e dim, ky person tashmë vetëm kishte treguar se kishte besim në Jezusin, se ai mund ta shëronte vajzën e tij. Vargjet 22-23 na thon, atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emër Jair, që kur e pa i ra ndërkëmbë dhe ju lut me të madhe duke thënë, imi bi është duke dhënë shpirt, eja vëri duar mbi të që të shërohet dhe të jetoj. Ky kishte ardhur tek Jezusi për shkak se kishte besim se Jezusi mund ta shërojë atë. Përndryshe nuk do të shkonte. Nëse ai do të kishte mendime që Jezusi s'mund ta shërojë askën, pse të lodhem kot, pse të shkoj. Mirë, po fakti që ai vjen, i bie Jezusit ndërkëmbë dhe i lutej më të madhe, i thot eja te shtëpia ime, ai tregon se ka besim që Jezusi mund ta shëron këtë. Mund ta shëron vajzën e tij. Por tash është një situatë tjetër. Vajza nuk është më vetëm e sëmur, ai sapo mori lajm se tashmë vajza ka vdekur, kështu që ndoshta tash ai ka dyshim. Ndoshta nuk ka besim të mjaftueshëm se Jezusi mund ta ringjallë vajzën e tij nga vdekja. Ai kishte besim se mund ta shërojë nga smundja, por ndoshta dyshon se Jezusi mund ta ringjallë nga vdekja, ose ndoshta as nuk i shkon mendja që një gjë e tillë mund të ndodhë, dhe thjesht frigohet, fillon të qan, mërzitet. Por Jezusi e inkurajon, si thash, dhe i thot mos ki frikë, mos u brengos, vetëm ki besim. Pastaj Jezusi i merr 3 dishepujt, Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, dhe shkon tek shtëpia e këtij personi, dhe sapo arrin aty, ai shef një rrëmuj të madh. Vargu 38 na thotë, mbasi arritin në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rrëmuj të madh dhe njerëz që qanin dhe ulurinin me të madhe. Ne e kuptojmë këtë, se si njerëzit mblidhen kur një person vdes, sidomos në kulturën tonë, njerëzit menjëherë mblidhen tek shtëpia e personit për të ndihmuar, çka do disa dhe specifikisht për të vajtuar, për të qarë, siç na thot këtu, njerëzit ulurinin dhe vajtonin me të madhe, sidomos kur vdes një person i ri në moshën 12 vjeçare, siç është kjo vajza këtu. Të afërmit e saj janë mbledhur, janë duke vajtuar, janë duke qarë. Në vargun 38 na thuhet se Jezusi hyri dhe u tha atyre, pse bërtitni e qani, vajza nuk ka vdekur, por fle. Kjo është shumë interesante. Vajza nuk ka vdekur, por vetëm po fle. Ata, arsye se pse është interesante është për shkak se ata e dinë, njerëzit që janë afër vajzës, ata e dinë se vajza ka vdekur. Secili person mund ta kuptoj këtë, kur një person nuk merr me frym, kur një person nuk ka rrahje zemre, kur një person nuk lëviz, nuk i përgjigjet thirrjeve, ne e dimë se ai person ka vdekur, dhe kjo vajzë vërtet kishte vdekur. Kështu që kur Jezusi u thot atyre që vajza nuk ka vdekur, por vetëm po flen, ata në fakt e përqeshin Jezusin. Shiqosh ka vargu 40 thot, dhe ata e përqeshnin. Luka, duke na folur për të njëjtën ngjarje, thot Luka 8:53 thot, ata e përqeshin duke e ditur se vajza kishte vdekur. Ata e dinin se kishte vdekur. Ata nuk janë budallënj, ata ishin në gjendje ta kuptonin kur një person ka dhënë jetë. Mirë po, për Jezusin, vdekja është e pafuqishme. Vdekja thjesht është si rënje në gjëm për Jezusin. Vdekja
mbi të cilën asnjë prej nesh nuk ka kurrfar autoriteti, kurrfar fuqie, për Jezusin është një gjë e lehtë, kështu që ai thot mos qani. Pse qani? Ajo thjesht po flen. Mbasi ata përqeshin Jezusin, vargu 20 vazhdon dhe thot ai I nxori jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qenë me atë, dhe hyri atje ku dërgjej vajza. Do thot tash Jezusi hyn në dhomën ku ishte trupi I vajzës me prindërit e saj edhe me dishepujt, ata që ishin me të. Hyn në dhomën ku e kishin vendosur trupin e saj. Dhe sa po hyn brenda, vargu 49 thot, e mori pra për dorë vajzën dhe I tha Talitha kumi, që përkthyer do të thot vajzë, ty po të them qohu. Këtu shohim fuqinë e mahnitshme të Jezusit që Jezusi ka në vete. Jezusi ka fuqi mbi vdekjen, do të flasim pak më vonë për këtë më shumë. Vëreni Jezusi këtu nuk thot që le ti lutemi Perëndis, ndoshta ti kërkojmë që ai ta shëroj këtë vajzë. Jezusi thjesht jep urdhër. Shumë mendojnë që Jezusi është vetëm profet, edhe ai është dashur që ti lutet Perëndis për këtë mrekulli, mirë po në rastet e tilla, ka rastet e tilla kur Jezusi thjesht thotë zgjohu, apo shërohu, apo mëkatet e tua janë falur. Gjë që Jezusi I thotë thjesht nga vetja. Ai thjesht I jep një urdhër vajzës, Talitha kum, që thotë vajzë qohu, edhe çka ndodh? Vargu 42, dhe menjëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo ishte në fakt 12 vjeçe dhe ata u habitën me habi të madhe. Menjëherë, në momentin që Jezusi e jep urdhrin, kjo nuk ishte një proces, nuk zgjati 10 minuta, 20 minuta apo një orë, vajza ngritet menjëherë. Çfarë momenti I mrekullueshëm këtë moment për ata që ishin prezent aty. Jezusi jo vetëm që ringjall këtë vajzë nga vdekja, por ai plotësisht e shëron atë nga smundja që ajo kishte para se të vdeste. Ajo ngrihet në këtë tekst dhe fillon të ecë, një gjë që nuk kishte mundur ta bënte përderisa ishte smur. Veç imagjinoni pak prindët e kësaj vajze në këtë moment. Ta shohin vajzën e tyre që ishte e smur për një kohë gjatë, edhe tashmë kishte vdekur, duke u ngritur nga shtrati dhe filloi të ecë. Ata u habitën. Është një ndryshim komplet I situatës. Ata që vajtonin tash janë duke u gëzuar. Ata që ishin të mërzitur tash fillojnë të buzëqeshin. Sepse vajza që ata e dinin me siguri që kishte vdekur tash po ecë. Edhe në fund, vargu 43 thot, por ai do të ata u habitën, vargu 42 ata u habitën me të madhe, vargu 43 thot, por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh, pastaj urdhëroi që t'i jepin vajzës të hajë. Shpesh e kam menduar se pse Jezusi në disa raste kur bën një mrekulli u thot njerëzve që mos e përhapni këtë gjë, mos u tregoni të tjerëve. Shpesh e kam bërë vetes se pse zakonisht ne do të mendonim të kundërtën, le t'i tregojmë botës se çka Jezusi po bën. Mirë po arsyeja sepse Jezusi e bën këtë na tregon, arsyeja është sepse Jezusi nuk është duke e bërë këtë që të marrë duar trokitje nga njerëzit, nuk është duke e bërë këtë për popularitet apo për famë. Kjo është njëra nga arsye, nuk është duke bërë që të marrë lavdi thjesht nga njerëzit. Por një gjë tjetër që duhet ta bëjmë është se Jezusi I bëri këto Jezusi e urdhëron që këto gjëra të mos përhapen shumë për të ndaluar njerëzit
sepse ata donin që të vinin dhe kur e shefnin duke bërë gjëra të tilla, ata donin që ta merrin Jezus dhe ta bënin atë mbret këtu në tokë, mbret toksor, dhe Jezusi nuk erdhi për këtë qëllim. Në fakt, shiqoni çka Gjoni 6, 14 dhe 15 na thot. Atëherë njerëzit kur pan shenjën që bëri Jezusi, thanë me të vërtetë ky është profeti që duhet të vijë në botë. Por Jezusi, duke ditur se po vinin ta kapnin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri mbi malin fillë vetëm. Do këtu shohim që kishte raste që kur Jezusi bënte mrekulli, kur Jezusi bënte gjëra të tilla, njerëzit donin që të vinin ata shpallnin mbret, edhe Jezusi nuk e deshti këtë, kështu që për këtë arsye thotë që mos i përhapni këtë gjë, nuk ishte ende koha, siç e dimë në këtë kohë Jezusi nuk erdhi për të bërë mbret. Kjo të ndodhi në ardhen e tij të dytë, mirë po herën e parë ai erdhi si shërbëtor që t'ju shërbej njerëzve dhe erdhi si një person që do ta jap jetën e tij si sakrificë për mëkatet tona. Prandaj kjo është arsye se pse Jezusi rreptësisht i thot prindëve të kësaj vajze që ata mos ta përhapin lajmin se kjo vajzë u ringjall nga vdekja. Mi po normal lajmi është përhapur sepse vajza është e gjallë. Kështu që kjo është tregimi se kjo është çka ky pasazh na tregon, shërimi, ringjallja e një vajze të re nga vdekja. Tas çka mund të mësojmë nga ky pasazh, nga kjo mrekulli që Jezusi bën këtu? Ka shumë gjëra, por dua që thjesht ta theksoj një gjë që besoj se është shumë e rëndësishme. E përmenda më herët, Jezusi ka fuqi mbi vdekjen. Mi po duhet të mbajmë mend se arsyeja sepse Jezusi ka fuqi mbi vdekjen është për shkak se ai ka fuqi mbi mëkatin. Bibla na bën shumë të qartë se vdekja erdhi si rezultat i mëkatit. Romakëve 5:12 na thot, prandaj ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, me ka fjalën për Adamin, mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit të vdekja, po ashtu vdekja ushtrit tek të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan. Do të vdekja është si rezultat i mëkatit. Dhe arsyeja sepse Jezusi ka fuqi mbi vdekjen është për shkak se ai ka fuqi mbi mëkatin që është shkaktari apo shkaktuesi i vdekjes. Prandaj dua të them që ne si të krishterë sot që besojmë në Jezusin si shpëtimtarin ton, që na ka shpëtuar neve nga mëkati, nga fuqia e mëkatit, ne nuk duhet i kemi frikë as pak vdekjes. Sepse Jezusi ka fuqi mbi vdekjen. Vdekja është si një gjëmë për të. Është shumë e lehtë. Unë personalisht nuk ja kam as pak frikën vdekjes. Le të vjen kur të doj. Krejt çka vdekja bën për mua, krejt çka vdekja bën për neve të krishterëve, është na transformon nga kjo botë e korruptuar në një botë të shenjtë. Nga vdekja na shqiron nga ky trup mëkatar dhe i limituar dhe i ndytur në një trup që është i lavdishëm. Kështu që kjo është çka vdekja bën për neve. Kështu që vdekja nuk duhet na friksoj neve të krishterëve, sepse vdekja nuk ka më fuqi mbi neve. Prandaj si të krishterë duhet ju inkurajoj që të mos keni frikë vdekjen. E di për shembull në Islam shumë flasin për natën e varrit, o sa frikshme është nata e varrit. Edhe muslimani më i dedikuar është i friksuar nga nata e varrit. Mi po për neve të krishterëve, ne jemi në momentin që ne vdesim këtë botë, ne menjëherë jemi në prezencën e Perëndisë. Për shkak se rënja, shkaktari i vdekjes është mëkati, është shkatëruar, edhe ne jemi çliruar nga kjo, edhe menjëherë edhe jemi gati për të shkuar në lavdi. Tash një gjë dua të them këtu, sepse nuk dua që të keq kuptohem. Edhe pse nuk dua, siç thash, vdekja mund të vijë kur të doj për neve të krishterëve, s'duhet na pengojë as pak. Ne nuk duhet që të bëjmë vetvrasje apo të bëjmë diçka të tillë, sepse nganjëherë njerëzit e keq kuptojnë këtë. Ne e dimë që vrasja është mëkat, pa marrë parasysh veten apo dikë tjetër, kështu që nuk duhet ta bëjmë këtë sepse është mëkat, është kundër Perëndisë, është kundër asaj çka Perëndia dëshiron, kështu që ne kurrë nuk duhet të mendojmë të shkaktojmë vetes një gjë të tillë. Mirë po, vdekja nga
gjërat natyrale, vdekja ndoshta nga përndjekja për shkak se jemi të krishterë, dikush dëshiron të na lëndoj apo të na vras, nuk ka problem. Ne jemi nduar të sigurta, ne jemi fëmijë të atij që ka fuqi mbi vdekjen. Ka arsye sepse ka fuqi mbi vdekjen, është për shkak se ai ka fuqi mbi mëkatin. Kështu që dua t'ju inkurajoj nga ky pasazh këtu. Krishti ka fuqi mbi vdekjen. Vdekja është mposhtur nga Zoti ynë Jezus Krisht. Edhe arsyeja se pse është mposhtur është për shkak se Jezusi e ka shkatruar rrënjën e asaj që shkakton vdekjen, mëkatin. Kështu që dua t'ju inkurajoj juve që nuk besoni në Krishtin, nëse dëshironi që të çliroheni nga mëkati, të çliroheni nga vdekja, ajo çka duhet të bëni është të besoni në atë se kush Jezusi është, Zot dhe shpëtimtar, dhe besoni se ai vdiq dhe u ringjall. Vdiq për mëkatet tuaja dhe u ringjall në ditën e tretë. Edhe ju nëse e besoni këtë, ju do të shpëtoheni. Kjo pra është çka ne mësojmë nga ky pasazh. Dua t'ju falenderoj, si thash edhe një herë. Unë nuk do të bëj video për 2 javët e ardhshme, sepse 2 apo 3 javë në vazhdim, sepse jam duke shkuar në Kosovë për vizitë, kështu që do të shihemi edhe do të filloj Markun kapitulli 6 mbas disa javë. Ju falenderoj edhe një herë, edhe Zoti ju bekoftë të gjithë. Kalofshi mirë.